përshëndetje nxënës të dashur. Sot për ju kam përgatitur një sinë mësimore, elektriciteti si bartës i nxehtësisë. Elektriciteti. Kur shkencëtarët kuptuan se si fuqia magjike e elektricitetit mund të përvetësojë për përvojat e njerëzit, zhvillimi i jetës u bë shumë më dinamik. Po të mos kishte ndodhur ky revolucion në fund të shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19, jeta jonë do të ishte krejtësisht ndryshe. Nuk do të kishim radio, nuk do të shikonim TV, nuk do të telefononim e lere më të kemi një PC. Shtëpitë dhe rrugët do të ndriçoheshin me llampat me gaze. Çka është elektriciteti? Elektriciteti është një formë e energjisë. Ai krijohet kur elektronet, pjesë të vogla të atomit, fillojnë të lëvizin nga një atom në tjetrin. Edhe pse shkencëtarët dinin qysh në kohët e lashta për këtë magji, atyre ju desh një kohë e gjatë që këtë dukuri ta kuptojnë dhe ta përdorin për nevojat e njerëzimit. Lidhja e elektricitetit me ndriçimin. Pa ndriçim, jeta dhe zhvillimi ynë do të pësonin në regres. Edhe sikur të udhëtosh në cepin më të humbur të botës, do të gjesh elektricitet. Elektriciteti luan një rol të rëndësishëm në shtëpi, në shkollë, rrugë, punë, industri e kudo. Që nga momenti kur zgjohemi e deri në momentin kur bijmë të flemë, jemi të rrethuar e të varur nga elektriciteti. Në mëngjes zgjohemi nga alarmi i orës që punon me elektricitet. Drita e dhomës së gjumit, ashtu si çdo dritë në shtëpi, funksionon në bazë të elektricitetit. Janë të shumta pajisjet që lehtësojnë jetën tonë, të cilat përdoren elektricitetin. Shporeti elektrik, mikrovala, tostieri, hekuri për hekurosje, ngrosi i ujit e shumë pajisje tjera shtëpiake tregojnë se elektriciteti është bartës i nxehtësisë, pa të cilin do të ishte e pamundur një jetë normale në familje. Elektricitetin si bartës të nxehtësisë mund ta ilustrojmë edhe me këta shembuj gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Televizioni, kompjuteri, radio, telefoni, faksi lidhin njerëzit në gjithë botën. Ne i telefonojmë një miku, i dërgojmë një email, shohim një film, dëgjojmë muzikë. Po vallë, nga vinë gjithë këto? Çka i vë në punë? Sigurisht, elektriciteti si bartës i energjisë. Edhe mjetet e transportit, autobusët, trenat, aeroplanët, anijet kozmike, satelitët e mjetet tjera transportuese përdoren elektricitetin për të funksionuar. Elektriciteti gjen një përdorim të gjerë edhe në industri. Pothuajse në çdo degë të industrisë, makineritë vihen në përdorim duke përdorur elektricitetin. Shitoret, zyret dhe shërbimet tjera nuk do të mund të funksiononin pa elektricitet. Elektriciteti gjen zbatim edhe në mjekësi. Një shkëndijë e fuqishme elektrike është rufeja. Rufeja ndodh ndërmjet dy rreve të ngarkuara me shenja të kundërta. Ajo ndodh jo vetëm ndërmjet dy rreve, por edhe ndërmjet rreve dhe tokës. Nëse rufeja bie në ndonjë lesë, e shkatron dhe e djeg atë. Detyrë shtëpie. Numëroni 3 shembuj nga jeta e përditshme që tregojnë se elektriciteti është bartës i energjisë. Numëroni 3 shembuj nga jeta e përditshme që tregojnë se elektriciteti është bartës i nxehtësisë. Duke shpresuar se u nda të kënaqur, shihemi në orën e ardhshme. Miropafshim.